Pse çka te Pelina më shumë se Shumë gjëra ka. Hë. Po shumë gjëra ka. Për shembull? Sa vlen që Ali Pasha që e kemi në kryet. Pse? Ai është i pari, e? Po, sa vlen. Vetëm ai sa vlen. Imagjino të tjerët. E të tjerët. Si cili do mburë vendin e tia. Unë them për timin, tjetë do thot për tia, tjetë thot për tia. Vendi është, me i fjalë, si cili që është në i vend, vendin e tia ka të paqmuar. Ka të paqmuar. Je krenar ti që je shqiptar? Shumë. Shumë se s'jam krenar. Qartë, unë shqiptar jam. Qështem, s'jam krenar që jam shqiptar, qatë ishe. Grek, dhe aji prap, dhe greku djo. Prap, s'kemi sepse i parigjykojmë as dike se ne greku faktikisht dhe shtetet e uajna kam batuar me bukë dhe kemi akoma njerëz dënde që kam punuar. Dhe po punojnë akoma. Çdo lloj njeriu me fjalë çdo lloj vendi tjetër krenar shprehjen tjetër. Ka krenarinë e vet. U kënaqesh pa ti? Dhe unë pata një kënaqësi të madhe, po një nuk ma plotësuat. Shtine do marrim rrugën, nuk ma plotësuat. Do a plotësoni? Po. Ne do jemi në shtëpi. Pse? Po sepse këtu duken fisnikët dhe bujar, që je bujar. Unë e di që të gjithë janë fisnike dhe bujar, se sa herë që jemi ne me Xherimin. Fjalët i bej dhe una, po veprat kush mi bën që ti besoj. Kur të kthehemi nga Gjirokastra do vi me qef. Se kam dhe Xheri me Gjirokastra. Ti thua ishja aty, po sera do të kur ti ki mund të vi. E jo atë bravo. jo. Si ishte kjo? Jo. Isha aty e serda dot. Lere ato në shti. U kënaqa shumë. Kënaqësi që Edhe do vinë më në erdhi shtëpi, shumë- një kafe të paktën, apo një ujë të ftohtë, apo një diçka, ju keni marrë rrugën anë anës. Jo, nxjerr armën ti, po të thash jo. S'kemi në armë. Jo, valla, s'kemi armë. Ja, se bëj shaka. Dgjoj, unë u kënaqa vërtet që takova dhe bëre shumë mirë që mësove nga kjo zonë, se ne kemi edhe një vajzë të stafit tonë që e kemi nga kjo zonë. E përshëndes si motra jonë, do të dhe. Bravo. Ju Përshëndes. urojmë shëndet dhe jetë kudo që ndodhet. Faleminderit dhe ç'tu them tjetër unë. Thoj çfarë të duash more. A? Gjërat që do themi ne këto Ja. që themi ja. Me shpatin. Me shpatin që na ka shëtitur në këto toka rreth e rrotull, edhe na solli këtu në buzë të Ullirit për të shijuar këtë bisedën tonë të fundit sot në Real People. U kënaqa shumë. Dhe unë u kënaqa shumë me ju. Uroj shëndet dhe jetë. Shëndet e jetë e fat të uroj, më të Dhe mirat. paçi. Ha? Paçi, shëndet dhe jetë dhe fat paçi. Dhe fat. Mos harroni që të bëni subscribe të kanali YouTube dhe të më jepni sugjerime personazhet të tjerë, të cilët mund t'i intervistojnë në Real People. Më shkruani në rrjetet e mia sociale. Takojmë në episodin e radhës gjithë mira. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu. Dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.